realisht. Edhe ja kam thënë, besoj ja kam thënë të gjithë, po unë, si person asaj afërt, si shoqe e gjitha, duhet më dëgjon të më shumë, a kupton, kur ajo i dhimbset më shumë miri, si sa unë, se më shumë nxehet kur preket miri, nuk acarohet për mua, do me thënë, gja këtu, kuptoj që në lojë ti më do jashtë. Zamën gjënë diçka, në lojë kridojnë jashtë. Ja kam thënë, edhe unë, nga momenti parë, unë kam diçka, sinqeritetin. Unë të them troqë, se disa njerëz e vlerësojnë, disa thënë, jo po ti se donë kunatën të brënda e tërë si vërci. No, nuk ka lidhje. Thjesht të gjithë e duan jashtë. Ama, unë tani, pse kam zgjedhur nga momenti parë me dhënë imunitet Kristit, edhe të zinxhiri, të martën, zgjodha prap Kristin, sepse kjo është strategjia ime. Ajo e ka një person afër që unë i thash, ki kujdes, ajo nuk më dëgjoj. Më tha, lutem, për çdo gjë më ka thënë edhe në mënyrë edhe arrogante, thënë, e di vetën. E di vetën, e di, po. Okej, atëherë, edhe unë që ri me Kristin, këto ma kanë përmend 1000 herë. Se ti shpëtove Kristin, ti nuk do të shpëtove Kristin, ti rin po me Kristin, ki kujdes nga Kristin, mos ri me Kristin, mos tani. Çaj bie kjo? Që unë do dëgjoj për çdo gjë ata, ose për çdo muhabet. Këto nuk i nevojë me dëgju kërkon. Bravo. Këto i gron punës të që shden. Unë du të... O strategjia të jotja, po. Edhe a kupton për lojë, për show, për... Si çdo ajo. Yes. Kupton? Por, ama ka diçka që kur preket Selina në moral ose gjëra të tilla që thonë njerëzit tu, unë jam e para që revoltohem edhe keq fare bilës, se nuk e toleroj që dikush ta cënoj ta preki, sepse unë atë e kam shpirt. Ama në lojë të lutem më lër, se nuk jam kukulla jote që më thosh ti mos ri me Kristin, mos ri me këtë çamë, 3 vetëm unë i bie. Ja. Që të nxjerrin sa më shpejt. Qore, ti këtu e zgjidh vetë me kënd dën me nejt, edhe me kënd nuk dën. Unë nuk po bëj asnjë gjë me Kristin. Janë këto tani që po e bëjnë të madhe, jo po ti, se Kristi ti shfrytëzon ty situatët, ti nuk do të kishe zgjedh Kristin, dukesh, do me thënë nuk do ta bësh këtë me Selinën. Çaj bie kjo që unë edhe te zinxhirit kisha shpëtu Selinën që të shpëtoja Mirin, ë? Që ti shpëtoja grupin edhe pastaj e haun. Se unë kam hyrë fundit, unë po kryoj tani territorin tim bazat e hyrë fundit? Jo, nuk kam hyrë fundit, se ka tjera akoma. Unë kam 3 javë tani. 3 javë, okej. Ato kanë pak më shumë edhe kanë kriju bazat që në fillim. Edhe do të nxjerrin normalisht to që i prishin punë. Se kam parë që unë nga momenti parë e kam ka primin, do me thonë. Kam qenë direkt aktive edhe i vjen inat që mos t'i prish punë. Edhe çdo njeri që ka ardhur nga jashtë më ka dashur shumë afër. Kjo kuptohet që ka diçka këtu. Kimia dikuj vrejet pa folheq. Sigurisht. Eksakt. Tani, unë nuk du që më prishin punë, mos ri me këtë, mos ri me atë, sepse duan të më nxjerrin mu jashtë. Sepse kam vrejt dhe nga Selina. Selina nuk më afron një moment në lojë, kupton? Tani, si, do të vi unë gjithmonë nga mbrapa? No, motër. Ajo di... Rregullon mikrofonin. Jo, motër, unë kam ditë mrapa, ti ka dhënë këshillat e mia, am të thonë biles, jo vetëm për Mirin, por në shumë situata, kur e kam parë keq, që po fliste se ka disa momente që realisht nuk më pëlqen, sepse s'do doja në çdo femër që të fliste ashtu, ti thot malit, do thysh turit, jo po ti kështu, edhe i kam thënë, Selin, lutem, kupton? Edhe ajo, e di vetën, ik. Okej. O Greta, e di vetën, për çdo gjë e di vetën, nuk kështu, okej. Tani, më vjen... Po, dhe ti dush me lonë që është okej. Okej, po, edhe nuk i kam thënë gjë dhe nuk është se i kam ra, bëhem e bezdisur, jo. Ama, që të dy janë mashtrues edhe i dredhi muhabetet, është e vërtet se kur këtu kemi qenë te krevati, unë, Miri, Selina, këto kanë thënë, do bëjmë çmos që dali Lorna me fansat tonë që kemi jashtë, do bëjmë çmos. Lorna. E pse prom me lujt? Edhe mrom? Mu ka dhims si u da Lorna. Mu ka dhims, jo po se kështu, ju ka dhims, ta them unë se këto kishin kriju pak 1-3 këndësh bashkë, ka kupton, gjas me Mirë, me Selinën edhe Lorna në mes. Edhe